Vetëm bëri një pyetje shumë të thjeshtë. Për çfarë drejgjen neve duhet I shpallim luftë Rusisë? Për Ukrainën. Tani, Rusia ka dal dhe ka hedhur poshtë Serbinë duke akuzuar drejt për drejti se ka furnizuar me armë ushtrinë ukrainase. Lavrov mua më ka dal goja mrapsht këtu. Kam 4 vjet në media, edhe gjithë më thonë, nuk ma thonë dot në televizor aty se kam frikën për plasje, po ma thoshin kjo është tezë pro-ruse, kjo që thua ti. Rusia, dashur miq, e ka njohur de facto Kosovën. E di si e ka njohur de facto Kosovën. Duke të pranuar që, siç e keni krijuar juve atë krijimi amerikan, na jepni neve krimen se është krijesa jon, dhe ka përdorur si precedent. Atëherë për çfarë duhet neve të dalim kundër Rusisë, kur interesi jonë është njohja e Kosovës, kur interesi jonë është Dardania, dhe neve vemi me Ukrainën, ku ambasadori I Ukrainës në Serbi thoshte, si do që të shkoj lufta me Rusinë, nuk të ta njohim Kosovën. Kur gjoj këto idiotliqe, më kujtohet vetëm një shprehje dhe do ta mbyll me kaq, e kohës së revizionizmit kinez. Miqt kosovar dhe vëllezërit kinez. Ne jemi kthyer në shtetin Barbon.